që përmendet pak PD-n dhe gjërat që duhet bëj PD-ja. PD-ja e Vlorës në këto momente e drejtuar nga një emër i ri si Nada Meçorapi, nëse nuk gaboj. Çfarë duhet bëj? A mos ndoshta ju duhet të keni një qasje krejt të re, veçanërisht pas këtij projekti të çmendur siç është privatizimi i çdo shërbimi publik në vend? Shikoj, para njerë unë mendoj që Partia Demokratike me të mira dhe me të këqijat e saj ka gara të brendshme. Edhe një nga këto ishte edhe gara që ne kaluam tani dhe që zonja Meçorapa mori mandati për të drejtuar degën e Partisë Demokratike. Është një bashkëpunëtore imja ndër vite, është një vajzë që vjen nga familje shumë e vjetër dhe po themi e persekutuar e qytetit Vlorës, pra përfaqësohen edhe njerëzit të cilët kanë qenë deri diku po themi të papërfaqësuar në nivelet të larta. Zonja Meçorapa ka qenë gjithashtu edhe deputete, është një nga demokratët qendrestare dhe kontributore ndër vite. Mendoj që me energjinë e re të saj, mendoj dhe me të rinj dhe të rejat që janë afruar tashmë dhe janë pjesë e stafit të saj që po punojnë për të energjizuar Partinë Demokratike, mendoj që ka nevojë për një hapje, për një bashkim të plot, të sinqert me të gjithë demokratët, për një ftesë për ata njerëz të cilët ndofta deri dia apo pardje kanë menduar ndofta edhe ndryshe nga ky qëndrim që ne kemi pasur. Mendoj që Partia Demokratike Dega Vlor, jo se kam qenë unë drejtuesi i saj dhe kolegu im i mpashëm zoti Shara, jemi përpjekur që të jemi prezent gjatë gjithë kohës në opozitarizmin në qytetin e Vlorës, pa diskutim që vështirësitë dhe vitet e gjata në opozit, aq më tepër në Bashkinë Vlorë që është gati për rreth 30 vitesh që drejtohet nga Partia Socialiste, që është për të ardhur keq, që e konsideron si çiflik të saj dhe plaçk për ta mjel dhe jo për të shërbyer qytetarëve, ka ardhur koha që në këtë periudhë të mbetur gati një vit nga zgjedhjet lokale, mendoj që me një energji të re dhe me një organizim të mirë të Partisë Demokratike, ne do të përballemi me këtë klik, me këtë grup njerëzish të cilët vinë vetëm për të grabitur pronën publike dhe taksat dhe tarifat e qytetarëve. Mendoj që duhet përballemi fort për të tentuar që të kthejmë qytetin e Vlorës dhe Bashkinë e Vlorës në duart e një kryetari të bashkie i cili u përket qytetarëve dhe jo Partisë Demokratike. Nuk duhet mendoj mos që të themi që duhet ta marrë Partia Demokratike. Ti përkasi qytetarëve dhe normalisht forca më e madhe opozitare është Partia Demokratike, ajo duhet që ta udhëheqë këtë karvan njerëzish dhe duhet të bëhet e besueshme për qytetarët. Mendoj që riorganizimi sjell lëvizje brenda strukturave të Partisë Demokratike dhe jam shumë i bindur që me zonjën Meçorapaj në këtë detyrë ne do të kemi një hov të ri në qytetin e Vlorës. Po në protestë tash nga prilli në Vlorë? Shikoni, kur e ka datën kjo për të kaluar kjo Vlora Invest? Kjo ka kaluar kjo Vlora Invest. Projekt ligji. Po, ka kaluar si projekt vendim. Tani çfarë ndodh? Të gjitha projekt vendimet që janë miratuar shkojnë tek prefekti, se kemi edhe një hallk tjetër, që këta tani janë duke u konfliktuar me njëri tjetrin. Dhe pse do thuash ti? Sepse prefekti i Qarkut Vlorë ka kthyer një përgjigje në Këshillin Bashkiak, për cilin ne jemi njohur para 2 ditësh dhe dije zyrtarisht, sepse edhe ne si këshilltar të opozitës ishin drejtuar prefektit të Qarkut Vlorë për mos t'i dhënë ligjshmërinë këtij akti si një akt i palishëm, i cili thash edhe një herë, duke u mbështetur tek ligji 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, bie haptazi ndeshme të. Nuk mund të delegohet pushtetje. Nuk mund të delegohet. Është e qartë në ligj, nuk është se nuk delegohet firma dhe është Rio kryetar bashkia akoma, jo pushteti. Tani çfarë po ndodh? Po ndodh një konflikt tjetër institucional. Kryetari i bashkisë tenton të imponohet prefektit. Prefekti ka kthyer një përgjigje që thotë ky akt është akt me karakter individual, nuk është akt me karakter normativ, për cilin unë duhet të kthej përgjigje për të thënë që është i lishëm apo i palishëm. Dhe në këtë moment tani, zonja Mersini është në një agresion të hapur kundrejt prefekturës së Qarkut Vlorë, duke i kërkuar që prefekti? Prefekti është një ish kolegja jo në Këshillin Bashkiak, është një pedagoge, zonja Evis Alushi, ka qenë kandidate e Partisë Socialiste për deputete, por që unë pavarësisht se është e Partisë Socialiste duhet të shpreh atë vlerësimin tim